Ish kryeministri italian Matteo Renzi po zhvillon një vizitë në kampin e Gjadrit në Lezhë. Në një prononcim për mediat, Matteo Renzi u shpreh se kampi i Gjadrit duhet përdoret si një qendër ku mund të vuajnë dënimin shqiptarët e dënuar nga drejtësia italiane. Sipas tij, një hap i tillë do të ishte lehtësim për sistemin e burgjeve italiane dhe do të ndihmonte të burgosurit shqiptar të ishin më afër familjarëve. Mendojmë se është e drejtë që të vinë këtu për t'u thënë italianëve, shikoni ku po shpenzohen parat tuaja. Me anë të një marrëveshje me shtetin shqiptar, qendrat e Gjadrit dhe Shëngjinit të kthehen në burg për shqiptarët të cilët vuajnë dënimin në Itali. Jemi këtu për të dhënë një mesazh të qartë. Këtë ide e kemi artikuluar edhe në Parlamentin italian. Me kaq para në Itali mund të bënim qendra të tilla. Përveç miqësisë Meloni Rama, cila është arsyeja që u ndërtuan këto qendra? Pyet Matteo Renzi nga kampi i Gjadrit. Vizita e Matteo Renzit në kampin e Gjadrit vjen pas vendimit të gjykatës italiane, e cila i dha të drejtë qeverisë për marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët. Sipas marrëveshjes me Italinë të nënshkruar mes dy qeverive më 6 nëntor 2023, porti i zbarkimit të refugjatëve nga vendet e treta është Shëngjini, ku është ngritur edhe qendra Pritse. Kampi i Gjadrit do të jetë nën funksion të paktën deri kur Gjykata Europiane e të Drejtave të Njerëzit të përcaktojë se cilat konsiderohen vendet sigurta origjine, një listë që do të ketë fuqi për të gjithë Bashkimin Evropian.